Përshëndetje të nderuar prindër, të nderuar nxënës. Në këtë video do mundohemi t'ju tregojmë, t'ju sqarojmë se si duhet të aplikojmë për regjistrim në shkollat e mesme. Pasi të kyqemi në sistemin vijues që duhet të aplikojmë, keni një video në YouTube deri te kyqja e më pastaj prej datës 10, datës sotshme, mund të aplikoni. Si që shohim këtu, te faqja fillestare kemi apliko, dhe më pastaj vijon formulari të cilin duhet të plotësojmë. Së pare kemi emrin e nxënësit, pastaj mbiemri. Nëse nxënësi vjen nga jashtë shtetit, duhet ta bëjmë check ose ta klikojmë. Pastaj numrin anë të nxënësit, të cilën e kemi në certifikatën e lindjes ose tek libreza e shëndetësisë. Zgjedhim gjinin, data e lindjes, ku mund të zgjedhim vitin e lindjes. Më pastaj muajin edhe ditën. Vendi i lindjes së nxënësit, adresa e banimit, kombësia, kontakt telefoni, emaili, emri i prindit, mbiemri i prindit. Në vazhdim kemi të dhëna për regjistrimin, shkolla fillore prej nga vjen nxënësi. Kemi të gjitha shkollat në Maqedoninë e Veriut. Jashtu edhe mund të shënojmë vetëm emrin, që ta kërkojmë më lehtë, ta gjejmë më lehtë. Gjuha mësimore në të cilën kanë ndjekur mësimin. Emri i shkollës së mesme në të cilën regjistrohet nxënësi. Këtu duhet kemi kujdes që të zgjedhim shkollën e mesme. Pasi të zgjedhim shkollën e mesme, për shembull mund të kërkojmë Pançe Karagjozov Shkup, shkolla e mesme medicinale e qytetit Shkupit. Pastaj zgjedhim drejtimin, fushën, të cilat i kemi këtu. Po ashtu njëjtë sferën, kohëzgjatjen e arsimit. Pothuajse të gjitha janë 4 vite, disa drejtime ndoshta janë nga 3. Mënyra e regjistrimit për herë të parë, nëse është për herë të dytë, klikojmë herën e dytë. Gjuha mësimore në të cilën do të ndjek mësimin. Gjuhët e huaja të mësuara në shkollë fillore. Kemi gjuhë angleze dhe gjuhë e dytë, varësisht në shkollë fillore cilën gjuhë të dytë e kanë mësuar nxënësit, gjuhë franceze, gjermane, apo italiane, spanjolle, ruse e kështu me radhë. Më pastaj vijon suksesi dhe dokumentet për regjistrim, të dhënat për suksesin e nxënësit. Domethënë këtu kemi suksesin nga klasa e 6, fillojmë shënojmë për shembull notat. Tani në këtë rast do t'i shënoj të gjitha nota me rend, matematik. Këto të dhëna i kemi në dëftesa, gjuhë angleze, gjuhë e dytë e huaj, arsim figurativ, muzikor, shkenca natyrore, arsim teknik, informatik, gjeografi, histori, arsim fizik, shëndetësor dhe etik. Këto lëndë të tjera domethënë mund t'i largojmë duke klikuar X-in nga ana e djathtë, sepse nuk i kemi. Më pastaj vazhdojmë me suksesin klasës së 7. Të gjitha do t'i plotësojmë sikurse për klasën e 6 dhe duhet kemi kujdes këtu në lëndët zgjedhore, për shembull sporti zgjedhor, që duhet të vendosim një notë aty, sipas dëftesës që i kemi. Pastaj shkojmë klasa e 8 dhe në fund e kemi klasën e 9 me gjitha lëndët. Te pjesa tjetër është dëftesa që duhet të ngarkohen.
kemi për klasën e 6, 7, 8 edhe 9. Për klasën e 6, klikoj në Choose File, edhe është mirë dëftesën ta bëjmë në të dy anët, ose ta skenojmë në të dy anët në format PDF. Në format PDF e kemi dëftesën në të dy anët dhe klikojmë OK. Të njëjtën veprim e bëjmë edhe për klasën e 7, të 8 edhe të 9. Pastaj shkojmë të sjellja për klasën e 6, çfarë sjellje ka. Këtë informat e gjeni te pjesa e dëftesës, te pjesa e mbrapme e dëftesës, te sjellja. Për klasën e 7, 8, 9, edhe në fund keni certifikatën e lindjes, ku duhet përsëri ta fotografojmë ose ta skenojmë dhe ta vendosim, ta ngarkojmë, domethënë në aplikacionin për regjistrim. Nëse kemi diploma të marrura, edhe të gjitha diplomat duhet t'i skenojmë edhe t'i vendosim në zip file. Dhe në fund pajtojmë me të gjitha këto informata që i kemi dhënë të sakta dhe klikojmë apliko. Besoj që kemi qenë të qartë dhe ju uroj suksese në shkollimin e mesëm, gjithë të mirat.